Edhe a mundemi me ditë sa është rritja? Nuk ka me diskutuar me sqaru. Ja sqarojmë komunikat, çfarë del komunikat. Po me qemi live me sqaru për publikun. Nuk ka pas konferencë për media, ju thash në fillim takimit. Takimi është i hapur me xhiru veç pak. Nëse s'ka komente, me qenë se është mirë edhe njerë me refleksu që kërkesa ka qenë dikun rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stafit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pas me gjitha palët të interesit, si që prezentua dhe nga ona e stafit ZRS në këtë proces, besoj që edhe përgjigjet për secilën pyetje që kanë pasur, ose komente që kanë pasur, gjitha palët do t'i kene të publikuara me faqen e ZRS, me detajet e nevojshme, po gjithashtu edhe kushdo që është interesuar për sqarimin e shtesë, stafi i ZRS, në bashkëpunim edhe me bordin e ZRS, do t'i jep përgjigje secilës pyetje dhe shqetësim që ju e keni gjatë këtij procesi. Atëherë kush është për vitin 2023. Ne ka dhënë shtetërorë. Atëherë konstatoj që me 5 vota për asnjë kundër aprovohet hyra procedura maksimale për auditin. Edhe a mundemi me ditë sa është rritja? Nuk ka me diskutuar me sqaru. Ja sqarojmë komunikat, çfarë del komunikat. Po me qemi live me sqaru për publikun. Po është ideja ma me qenë prezente dhe mos me të me kuptu që ato shka ja u shumë një komunikat, që shkunishat e një jeton të media, dhe zanë të që përna thonë një këtë ja u shumë një komunikat, për një diska të e për të rëndësishëm. A kemë këtë? Po, a kemi të drejtën e Mundi këtë me të akushtu që media shkunë dhe 10 minuta mi marrë do përgjigje për na duhet. Sa është përgjigje? Sa është korrekte dhe në tjetë në shkruaj, edhe në kontë nësë me marrë përgjigje që t'i duhet. Procesi për sakimi Po s'ka lidhe me drejtë, edhe do s'ka na keni thira të për me dalë ju në televizora. Ti është e hapë në për ashtu, a në të bëllë prej fillim, na s'vim heq, edhe ju vazhdoni që po në gjallë që të merë rëndime që shtu teket. A mundemi me sa % është rritja? Me sa % është rritja? Tash ki ma pak konsumator. Regon sa % është bo çmimi i energjisë. Kur që të po hecim. Po, Vishti shumë të ishtë një pyetje jemë të po. Kosovë është jemë për qytetar, cilë me na prejke dhe neve, nga pse gazetar nuk jetojnë në hanë, është Kosova aty pse s'po e tregojnë, sepse dallimi është shumë i vogël, Kosova. Do të thotë jemi të propozimi para pranë, çfarë jemi. Domethënë kanë bërë revidime një minutë shumë. Agon, domethënë tash biznesit kanë dalë në treg të hapur. Rrjedhimisht kemi pas konsumator më pak. Qito 435 milion, kanë më pagu për i qytetarë. A mundemi që me na tregu sa është përqindja? Ne kom rolin e rezervatit ZRS. Nuk ka pas konferencë për media, ju thash në fillim takimit. Takimi është i hapur me xhiru veç pak. Takimi është i hapur me xhiru çdo detaj. Secilin fjalë tonë e keni xhirun, secilin Mbaj, një minutë, diçka qartë.